Natën e mirë. Megjithatë, për publikun vlen që gënjeshtrës t'i përgjigjesh me shifra dhe me fakte. Por në parantezë nuk mund të mos ta vlerësoj faktin dhe qëndrimin pro investimit. Pro investimit, një investim historik, më i madhi historinë e Shqipërisë, për të cilin do flas pak më poshtë pasi të kem sqaruar publikun, jo zotërin që iku, për disa shifra që janë vërtet domethënëse. U tha këtu që investimet e huaja kanë rënë nga deputeti parafolës. Tani, investimet e huaja direkte, foreign direct investments, në vitin 2012, që mbahet dhe viti më i mirë dhe i fundit i plot i juaj në pushtet, zoti Sali, ishin 666 milion euro. Në vitin 2025, se 2026 është më pak se në gjysmën e vetë, shifra e investimeve të huaja direkte shkon 1,64 miliard euro. Tani me matematikën e lulit mund të jetë 1,64 miliard më e madhe se 666 milion. Por me matematikën normale 666 tek 1,64 hyn të paktën ja 2,5 herë. Pra, investimet e huaja direkte në Shqipëri janë rritur me plot 2,5 herë nga koha kur zotria që urime edhe për zgjedhjen në kryet Partisë Demokratike, se ishte një gare fort dhe nuk dije kush fitonte, por pas kësaj gare kaq të fort, të luftuar deri në minutën e fundit, deri në votën e fundit, fitoi zoti Sali. Urime, fitore tjera u pafshim gjithmonë. Edhe i bashkojmë edhe urimit të miku tim Peter Bayer me gjitha kuptimet që kishte brenda urimit tij. Ndërkohë, sa i përket GDP-s, prodhimit brendshëm bruto, 2012 ishte diku poshtë 10 miliardçit, 9,5 miliard euro. Ndërkohë në 2025 e kemi kaluar 27 miliard euro, pra e kemi trefishuar ekonominë e Shqipërisë në një kohë kaq shkurtër, asnjë vend tjetër në rajon nuk e ka trefishuar ekonominë e vendit në një kohë kaq shkurtër. 2030-ën